بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه Allah në falendoj për ti kërkojmë ndihmë, ati kërkojmë mbrojtje nga të ligat e shpirtave. Kozën Allah, s'ka kush që humb dhe kush është i devijuar s'mund të gjejë zgjedh përpas Allahut. Të nderuar të pranishëm, eminencë e respektuar, musafir të çmuar, fillimisht dua ta falenderoj institucionin organizues me Bashkinë Islame të Republikës Kosovës, Institutin për Hulumtime dhe Studime Islame dhe gjithë ata që do të prezantojnë në këtë konferencë për ta diskutuar një tematik kaq kyçe që ka ndikim për zhvilluar cilin do vend. Në realitet, secilin nga ata parafolësit që folën për rolin e vakfit, që ka ai për zhvillimin dhe për të ruajtur identitetin dhe për të ruajtur trashëgimin kulturore, dhe këto janë vlera që edhe ne kemi bindjen se kanë vlerë shumë të lartë dhe ato janë thelbi i zhvillimit cili do shtet për të realizuar nevojat e zhvilluar të cilë do. Ne në Mbretërinë Arabe Saudite kemi qenë pjesëmarrës për krahas të Kosovës në kohën e luftës dhe tash jemi edhe më të gatshëm që të afrojmë ndihmë edhe më të madhe dhe ne jemi duke vrejtur një lloj stabiliteti dhe këtë pasurim dhe përparim dhe dua me këtë rast të falenderoj eminencën e tij, ambasadorin, për të forcuar raportat në Shtetet e Ballkanit, në Kosovë dhe Shqipëri, ambasadën e Arabisë Saudite në Tiranë, që të kanë ndikuar të bartin këto përvoja në Shtetet e Ballkanit. Ne në Këshillin e Lartë për Vakëfën ne kemi të njëjtën breng sikurse jo dhe punojmë në shumë sfera që të bëjmë zhvillimin e vakëfeve për të rritë vetëdijsimin se ky konstrukt juridik i vakëfeve është elastik dhe pranon që mund të thith nevojat e cilit do shtet sipas nevojave dhe kërkesave që ka. Prandaj, prej strategjive të Këshillit të Lartë të vakëfeve ka qenë e përbërë prej 23 iniciativave, disa prej të cilave kanë pas për qëllim avancimin e zhvillimin e idesë së vakëfeve, që të jetë në fund një lloj ideje ose projektit që i ngërthën e vetë të gjitha kërkesat. Dhe mes në këtyre ideve ishte projekti i sistemit të gjerë të vakëfeve, që i ka absorbuar shumë prej ideve të vakëfeve, që është diskutuar për to, dhe për të cilat nuk ka ndonjë mendim të prerë juridik islam, dhe tashmë ka disa pozicione të prera, rreth tyre, siç është për shembull lënia vakfe e parave, të hollave, ose të dhe shumë prej çështjeve që përpara kanë qenë çështje divergjente për një periudhë të gjatë, tashmë është hap diskutimi dhe është bërë. Dhe gjithashtu ky këshill ka pas rol që të zgjeroj aleancën e veprimtarisë në kuadër të vakëfeve. Kjo ide nuk është që të mbështetemi vetëm thjesht në prezencën e këtyre lloj konferencave, po të bëjmë pjesëmarrës me idetë tona. Edhe këtë do ta pasurojnë shumë edhe pjesëmarrësit me hulumtime. Këshilli i Lartë për Vakëfën në Arabinë Saudite, ajo përfaqëson në fakt kontributet e Arabisë Saudite që bën për sistemin e vakëfeve. Dhe ne kemi disa vakëfe në Arabinë Saudite që kanë histori të gjatë dhe për të cilat ka fol edhe
I nderuari muftiu, pra që kthehen në historinë e qysh në kohën e Uthmanit radiallahu ta'ala anhu, pastaj pusi I Zubejdes, Zoti pasen e kënaqur me ta, dhe shteti saudit ende I ruan edhe vendodhjen e tyre edhe konservimin e tyre. Vije ky interesim I shtetit Arabisë Saudite, Zoti forcoft këtë shtet, e kemi këshillin e lartë të Vakëfëve nga mbreti Abdulaziz, mbreti Abdullah, mbreti Fahd, që secila prej tyre ka pas rol të theksuar që dhe përhapja e tyre dhe nuk kishte vetëm rol në bamirësi, ose vetëm në menaxhimin e pasurisë, ose që të ruhet jo trashëgimi familjare ose shoqërore, por kishin të gjitha këto ndikim të gjerë që ta zgjarojmë kornizën e ndikimit edhe përfitim nga të vakëve edhe për të hapësirës humanitare, aspektit humanitar. Gjithashtu edhe në projektin e bërjes së këtyre projekte si qeveritare, pra që të bëhen këto këshillet e larta të marrin edhe natyra të menaxhimit edhe qeveritar, të institucionalizuara, të ndërtuar mbi parime, që ta kuptojnë që të tjerët, jo vetëm muslimanët, se çfarë është ideja e vakëfeve dhe cilat prej këtyre kriterëve ndërkombëtare I merrim parasysh ne kur ne kemi bërë përpjekje të institucionalizojmë institucionin e vakfit. Kështu që Arabia Saudite nëpërmes këshillit të lartë të vakëfeve bën përpjekje që të ofrojë përvojën e saj që këto parime që mbështetet të jetë edhe model për botën botërore, për botën ndërkombëtare. Gjithashtu ideja e besueshmërisë së kredos në institucionin e vakfit, e kemi një institucion që e don ta shpijë përpara ta ndriçojë këtë. Ne I marrim parasysh kriteret më të përparuara ndërkombëtare rreth këtyre organizatave. Dhe silla do për këtyre konferencat që mbahen për ta çuar përpara këtë ide, natyrisht se përkraham ne në Arabinë Saudite, duke u përfaqësuar nëpërmes këshillit të vakëfeve, na zgjasëm dorën e përkrahjes, qoftë në aspektin teorik ose praktik të përvojave tona, për ta zhvilluar dhe me tutje institucionin e vakëfeve dhe të kontributeve dhe për riformulimin ose për ta ridimensionimin e vakëfeve si institucion për t'ju përmbushur nevojat. Kjo është nuk kemi pra vetëm një strukturë juridike të veçantë, por kemi një konstruksion që I përgjigjet të gjitha nevojave. Unë shumë jam I lumtur që sot përfaqësoj Unë shpresoj që kjo konferencë të realizojë synimet e veta që I ka pas për target të vetin dhe ne në këshillin e lartë të vakëfeve nga Arabia Saudite do ta mbështetum në çdo projekt të kësaj natyre dhe do ta keni përkrahjen tonë dhe natyrisht se e përmbylli këtë fjalëtimen duke thënë dhe ju punoni sepse Allah dhe I dërguari I Tij dhe besimtarët do ta shohin punën tuaj.